A e dini pse shqiptarët konsiderohen ndër popujt më mikpritës në botë? Është një histori e bukur që fshihet pas kësaj tradite mijëvjeçare. Në kulturën tonë, mysafiri nuk është thjesht një i ftuar që troket në derë. Ai është i shenjtë, është amanet që duhet mbrojtur me çdo kusht. Kjo rrjedh nga një virtyt i lashtë që na përcjell brez pas brezi. Besa shqiptare. Mendoni pak, në kohët e vështira të së kaluarës, kur udhëtarët e lodhur kërkonin stre, shqiptari hapte derën pa menduar dy herë. Mysafiri bëhej pjesë e familjes, mbrohej si të ishte gjaku ynë. Ta tradhtoje atë do të thoshte të tradhtoje veten, nderin dhe dinjitetin e shtëpisë. Edhe sot, pavarësisht debateve që kemi mes nesh, mysafiri mbetet i paprekshëm. E presim me bukë krip dhe përcjellim me fjalë të mira, sepse për shqiptari mysafiri nuk është thjesht vizitor, është shenjë nderi që na bën më krenar për atë që jemi. Nëse ju pëlqeu kjo histori e traditës son, mos harroni të ndiqni kanalin për më shumë rrëfime të tilla nga kultura jone e pasur shqiptare. Faleminderit që ishit pjesë e këtij udhëtimi së bashku.